Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo ditë sjell surpriza dhe emocione të papritura, ndodhi edhe një moment i pastër gëzimi që solli të qeshura dhe lehtësi mes banorëve. Eliona, e mbushur me energji pozitive dhe entuziazëm fëmijëror, ju afrua lëndrimit pa paralajmërim dhe i hipi në qafë, duke qeshur me zë të lartë. Sa e lumtur jam. Hec, Kali. Thiri ajo, mes gazit dhe shikimeve të habitura, por të gëzuara të tjerëve, lëndrimi, i kapur në befasi, u përpoq ta mbante ekuilibrin, ndërsa në fytyrën e tij u shfaq ajo buzëqeshje spontane që lind vetëm në momente të tilla. Pa e prishur lojën, ai reagoi me humor, duke thënë: "Çat ju bësh fëmijëve?" Një fjali që e ktheu gjithë skenën në një shpërthim të ri të qeshurash. Në atë çast, shtëpia u mbush me një energji të lehtë, ku tensionet e lojës u lanë mënjan dhe vendin e tyre e zuri gëzimi i thjeshtë. Ky episod tregoi një anë tjetër të bashkëjetesës në Big Brother Kosova. Përtej strategjive, debateve dhe nominimeve, ekziston edhe shoqëria e sinqertë, humori dhe çastet që nuk planifikohen. Eliona, me spontanitetin e saj, solli një frymë fëmijërore që i kujtoi të gjithëve se ndonjëherë mjafton një lojë e vogël për të ndryshuar atmosferën. Ndërsa lëndrimi, me reagimin e tij të qetë dhe plot humor, e pranoi momentin pa hezitim, duke e kthyer në një kujtim të bukur për të gjithë. Banorët e tjerë vendoqën skenën me buzëqeshje dhe komente plot shaka. Disa duar trokitën, të tjerë hodhën batuta, dhe për disa minuta shtëpia u shndërrua në një hapësirë ku gëzimi ishte protagonisti kryesor. Ishte një kujtesë e vogël se, edhe në vëzhgimin e kamerave, njerëzit mbeten njerëz, me nevojën për të qeshur, për të çliruar dhe për të ndarë momente të thjeshta. Në fund, ky çast i vogël, por i sinqert, u bë një nga ato skena që publiku i do, reale, të papërpunuara dhe plot jetë. Sepse Big Brother Kosova nuk është vetëm një garë, është edhe një mozaik emocionesh ku, her pas here, lumturia vjen në formën e një loje të pafajshme dhe